e verdhë për furosemid, që do thot të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti. Kur keni vështirësi në urinim, ose nëse vuani nga ndonjë sëmundje që shkakton vështirësim të urinimit, si për shembull hiperplazia benigne e prostatës ose shkurt prostata. Në rastet e tilla, nevojitet kujdes, pasi marrja e furosemid tek personat që vuajnë nga prostata mund të bëhet shkak për pengim të menjëhershëm të urinimit dhe dërgimin tuaj në spital për të zhbllokuar urinimin me anë të kateterit. Kujdesi është i domosdoshëm veçanërisht në fillim të mjekimit, ku si të thuash, kuptohet kapaciteti nxjerrës i urinës për një të sëmurë me prostat që po merr edhe furosemid. Kujdes duhet të jetë i shtuar edhe në rastet përveç prostatës të ky sëmurë mund të vendoset një infeksion urinar ose i prostatës. Infeksioni shton mundësinë për të çuar në pengim të fortë të urinimit. Imagjinoni rastin e një të moshuari me prostatë dhe infeksion të saj që vetiu shkaktojnë vështirësinë në nxjerrjen e urinës, ti shtohet efekti nxitës dhe rritjes i sasisë së urinës që duhet të dalë nga ato rrugë urinare të penguara dhe të hetura. Kjo është një shortës. Informacionin e plot e gjeni në playlist të kanalit YouTube Semafori i Barnave. Kanal dedikuar këshillimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Jeni të mirëpritur. Mos harroni të bëni subscribe.